All rise. Sekretarja të gjithë më këmbë. The Kosovo Specialist. Dhoma e specializuar të Kosovës çel seancën. Gjykatësi mund të uleni. Madam Court Officer, please. Zëri sekretar e seancës lutem paraqisni lëndën. Sekretari i seancës, mirëmëngjes nderuar gjykatës, kjo është çështja KSC BC 2020-06, prokurori specializuar kundër Hashim Thaçit, Recep Selimi, Kadri Veselit dhe Jakub Krasniqit. Gjykatësi, faleminderit për proces verbal, ju them që zoti Krasniqi po na ndjek përmes videolidhjes. Pasi ka marrë lejen për kacë, ndërkohë që zoti Thaçi, zoti Veselit dhe zoti Selimi janë të pranishëm në statën e gjyqit. Gjithashtu, vërej që zonja Lagendra dhe zoti Roberts po na ndjekin përmes videolidhjes sipas kërkesës tyre dhe zëvendës administratori është i pranishëm në statën e gjyqit. Së pari, sigur se ju kemi komunikuar përmes mesazhit elektronik për para një jave, trupi gjykues dëshiron që të dëgjojë parashtrimet me gojë nga mbrojtja e zotit Thaçi në përgjigjet në kundërpërgjigje të përgjigjes së ZPS-s për parashtrimin F03132, që është çështje për kalendarin. Nuk e di nëse keni komente të tjera, fjala është për juve, mbrojtësi zotit Thaçi. Yes, Mr. President, good morning. Faleminderit zoti kryegjykatës, mirëmëngjes të gjithëve. Neve vazhdojmë të qëndrojmë kërkesës tonë që kërkojmë një procedurë të tegzuar, sepse mbrojtja e Thaçit nuk synon që të dorëzojë një mocion in limine. Situata sot është pak ndryshe, krahasimisht me situatën kur ne kemi dërguar kërkesën tonë për sa i takon mocionit së kërkesës in limine, dhe kur trupi gjykues ka marrë vendimin e tij lidhur me këtë. Përkatësisht që është hapur një çështje tjetër gjyqësore penale kundër zotit Thaçi në çështjen 12. Kërkesa e ZPS-s kërkon që të lëviz materialet të cilët janë pjesë e çështjes 12 në këtë çështje të sotme, pra në çështjen 06. ZPS-ja argumenton që ka 3 materiale që janë me rëndësi për çështjen 6, duke argumentuar se së pari është provuar që ato përbëjnë faktor rëndues që kanë lidhje me dënimin në këtë çështje. Së dyti, ata pretendojnë të informojnë besueshmërinë e dëshmitarëve të ZPS-s në këtë çështje, dhe së treti, ata pretendojnë që të demonstrojnë mens rea të pretenduar për tyre për sa i takon krimeve të cilët ngrihen në akt akuz. Zoti Thaçi ka të drejtën që të dorëzojë një mocion të ri in limine, të kërkojë gjithashtu mjete juridike përkatëse, duke marrë parasysh ndër mjet të tjera që çështje të reja kanë lidhur nga zoti Thaçi, dhe duke marrë parasysh gjithashtu edhe përgjigjen e ZPS-s që ka të bëjë me marrjen e disa prej provave të çështjes 12 dhe transferimin të tyre në çështje 06. Mocioni i ZPS-s ngre disa çështje të cilat cënojnë disa prej të drejtave themelore të zotit Thaçi, përfshirë të drejtën për proces të drejtë juridik, gjithashtu edhe për sa i takon të drejtës për vetë diskriminim, duke e vendosur mbrojtjen në një pozitë të pafavorshme dhe duke i caktuar gjithashtu edhe barrën e parakohshme të mbrojtjes për të trajtuar materialet e çështjes së 12. Ndërkohë kemi parimin në Bisinidem, i cili është shumë i qartë dhe i kërkon prokurorisë që të kërkojë që dhomat e specializuara të Kosovës të dënojnë zotin Thaçi, mos e dënojnë zotin Thaçi 2 herë, domethënë vetë ky parim në Bisinidem nuk bën të mundur dënimin 2 herë për të njëjtat vepra. Së treti kemi parimin e res judicata ose gjykimit të drejtë, i cili eventualisht kërkohet që të trajtohet dhe që i kërkon ZPS-s që të ndalohet nga ngritja e çështjeve penale kundër zotit Thaçi në 2 çështje gjyqësore të ndryshme për të njëjtën sjellje të tij. Së katërt kemi të drejtën për kohë të përshtatshme dhe gjithashtu përgatitjen siç implikohet zoti Thaçi, ndërkohë që
duhet që Zoti tha që të ketë të drejtë që të dorëzojë një mocion dhe ne synojmë që ta bëjmë këtë gjë brenda një periudhe të shkurtër. Qëndrimi ynë është që kjo është e vetmja çështje që trupi gjykues duhet që të trajtojë njëkohësisht dhe mocioni in limine pra duhet të bëhet veçmas nga mocioni i ZPS-s. Po ashtu më lejoni të them që trupi gjykues ka vendosur në disa raste kur ne mbrojtja ose palët e tjera nuk ju është dhënë mundësia që nuk mund të kërkojmë mjete juridike në formën e përgjigjes të një mocioni tjetër. Nëse doni më shumë informacion lidhur me këtë pikë, atë mund ta gjeni në parashtrimin F01359 paragrafi 11, F01737 paragrafi 17 dhe F01777 paragrafi 17. Ne do të kërkojmë më tepër mjete juridike përveç se të mohohen përpjekjet e ZPS-s për të lëvizur disa prej materialeve në çështjen 12 në çështjen 06. Nëse trupi gjykues do të mohoj të drejtën e Zotit thashë që të dorëzojë një mocion in elimine, ne duam që të dëgjojmë trupin gjykues se cilat janë alternativat. Megjithatë, qëndrimi ynë është që nuk ka arsye që të mos na jepet e drejta që të dorëzojmë një mocion dhe çështja që shtrohet është që si strukturohet ky mocion. Faleminderit. Gjykatësi faleminderit zotin Misetiç, do ta shqyrtojmë këtë çështje, sigurisht do të japim një vendim lidhur me të sot më vonë. Nëse më lejoni, dua që të ngrej diçka për momentin. Atëherë përgjigjja jonë për mocionin e ZPS-s ka fatin të bëhet deri të premten, kështu që do ju kërkonim që ta zgjatën këtë afat kohor në varësi të përgjigjes ose të vendimit që do merrni ju më vonë. Gjykatësi në rregull dhe për këtë do marrë vendim në të njëjtën kohë. Vazhdojmë më tej. Trupi gjykues vëren që dje mbrojtja kërkoi përmes mesazhit elektronik një shtim tjetër të fjalëve me 3000 fjalë për kërkesën për përgjigjen ndaj mocionit konsoliduar të prokurorisë për pranimin e provave në pajtim me rregullat 153-155 dhe kërkesa lidhur me to, që është parashtrimi F03056. ZPS-ja dëshiron të përgjigjet kësaj kërkese për shtim të fjalëve? Prokuroria jo, i nderuar gjykat. Wish to... Gjykatësi po mbrojtja, dëshiron të shtojë diçka tjetër? Duket se jo. Considering the Gjykatësi, duke marrë parasysh që mbrojtjes i është miratuar kërkesa për një shtim prej 2000 fjalësh më përpara, trupi gjykues është i mendimit që shtime me 3000 fjalë të tjera është i tepërt. Trupi gjykues është i bindur që zgjatja me 1000 fjalë është e mjaftueshme në mënyrë të tillë që mbrojtja të trajtojë siç duhet çështjet që ngrihen në mocionin e ZPS-s. Për rrjedhor, trupi gjykues konstaton se ka arsye të vlefshme për shtimin me 1000 fjalë të përgjigjes së mbrojtjes ndaj parashtrimit F03056 dhe miraton këtë shtim. Ne kemi një renditje për ditën e sotme, megjithatë përpara se sa të kalojmë tek rendi i ditës, kemi disa urdhra me gojë që dëshiroj që të jap, të lëshoj, duke marrë parasysh dhe çështjet e tjera të cilat janë ngritur gjatë gjykimit dhe të cilat nuk janë trajtuar deri tani. Kemi rreth 10 urdhra, do të përfundojmë me këto urdhra, do bëjmë një pushim për 10 minutash dhe pastaj do vazhdojmë rendin e ditës sikurse ajo ka treguar të gjitha palëve. Së pari është një urdhër gojor që ka të bëjë me klasifikimin e deklaratave të dëshmitarit 04264 për pranimin e versioneve të redaktura publike të provës P01955.1. Trupi gjykues vëren sa 24 mars 2025 në mbi bazën e kërkesës së ZPS-s, trupi gjykues ka urdhëruar riklasifikimin e pjesëve 2 deri në 9 të transkripteve
dhe të regjistrimeve audiovizive të dëshmitarit të prokurorisë 04264 dhe vetëm pjesa e parë e kësaj interviste duhet që të mbetet konfidenciale. Këtu i referojmë versionin anglisht dhe të në shqip të transkripteve të intervistës së dëshmitarit të prokurorisë 04264 që janë pranuar si prova materiale P01955.1 deri në P01955.9 dhe regjistrimet të përkuese audiovizive të tyre. Pasi kemi shikuar klasifikimin e deklaratave të mbetura të dëshmitarit 04264 dhe duke marrë parasysh parashtrimet e ZPS-së në mesazhin elektronik të datës 20 janar 2025, trupi gjykues është i bindur që prova P01956, P01963 dhe P01964 dhe përkthimet e tyre mund të riklasifikohen gjithashtu si publike dhe udhëzon zyrën administrative që të vijojë duke i riklasifikuar ato. Mëtej trupi gjykues vëren që ZPS-ja kanë kërkuar për pranim në prova përmes postës elektronike, versionet e redaktuara publike në anglisht dhe në shqip të pjesëve 1 të transkriptit të intervistës së dëshmitarit të ZPS 04264, që është pranuar si prova P01955.1 vizet dhe P01955.1 viz atë dhe klasifikuar si konfidenciale. Versionet e redaktuara publike në anglisht dhe në shqip që janë kërkuar për të regjistruar si prova materiale janë dokumentet me numra RN-ja 054739 viz të R, viz e T, pjesa 1, red për V dhe 054739 viz të R, viz a T, pjesa 1 e rishikuar red për V përkatësisht. Në qoftë se ka kundërshtime nga ekipet e mbrojtjes për pranimin e versioneve të redaktuara publike të provës P01955.1, ju lutem na e bëni me dije tani nëse keni kundërshtime. No response is given. Thank you. Nuk dëgjuam një përgjigje, faleminderit. Pasi dokumentet të versionet anglisht dhe në shqip të provës P01955.1 si të pranueshme, trupi gjykues është i bindur gjithashtu që versionet përkuese të redaktuara publike janë të pranueshme. Përrjedhoi trupi gjykues pranon në prova gjyqësore dokumentet 054739 viz të R, viz e T, pjesa 1, red për V dhe 054739 viz të R, viz a T, pjesa 1, revised red për V në prova gjyqësore, si dhe udhëzon zyrën administrative që caktoj këtyre dokumenteve numrin e provave që përkojnë me versionet konfidenciale, si dhe të klasifikojë versionet e redaktuara publike të pranuara si publike. Ky është fundi i urdhrit të parë gojor. I dyti është urdhër gojor që ka të bëjë me parashtrimin e rregulluar F02437. Trupi gjykues tani do të vendosë lidhur me parashtrimin F02437 ku në pajtim me urdhrin gojor të katërt trupi gjykues datë 15 janar 2024, prokuroria kërkoi të pranonte në prova gjyqësore regjistrimet audio-video të deklaratave dëshmitarit që janë pranuar më parë në pajtim me rregullën 143.2c. Trupi gjykues vëren që parashtrimi i ZPS-s kërkon pranimin e të segmenteve të videos me orët e shënuara në shtojcën 1 dhe ato përkojnë me pjesët e pranuara të deklaratave. Trupi gjykues konsideron se vetëm ato pjesë të videos që përkojnë me orët e shënuara të deklaratave duhet që të pranohen në prova. Përrjedhoi trupi gjykues udhëson ZPS-n që të përgatisë fragmente të regjistrimeve përkatëse në audio-video që përkojnë me pjesët përkatëse të deklaratave, jo më vonë se sa të premten 2 maj 2025. Pasi ka konstatuar që deklaratat përkatëse janë pranueshme në pajtim me rregullin 143.2c, trupi gjykues pranon prova gjyqësore pjesët përkatëse të regjistrimeve audio-video të këtyre deklaratave ose të pjesëve të tyre, sikur se ato janë identifikuar në shtojcën 1 të parashtrimit F02437 dhe udhëzon zyrën administrative që të caktojë regjistrimeve të pranuara audio-vizive të njëjtat numra provash të cilat janë caktuar në deklaratat përkatëse, sikur se është përcaktuar në shtojcën 1 të parashtrimit F02437. Mëtej, trupi gjykues udhëson ZPS-n të bëjë parashtrime lidhur me klasifikimin
e regjistrimet pranuara audiovizive jo më vonë se sa të mërkurën 30 prill 2023. Kjo përfundon urdhrin e dytë gojor. Urdhri i tretë gojor ka të bëjë me kërkesë për të pasur qasje në parashtrimin konfidencial në çështjen 04, 05 dhe 07. Që janë parashtrimet F03062, F03063. Trupi gjykues tani vëren që 27 mars 2025 në parashtrimin F03062 mbrojtja e Veselit ka kërkuar qasje dhe përdorim të parashtrimeve të përzgjedhura konfidenciale nga lëndë gjyqësore 04, 05 dhe 07 përpara thomave specializuara. Më 28 mars 2025 në parashtrimin F03063 mbrojtja e Thachit ju bashkua kërkesës. Më 7 prill 2025 në parashtrimin F03091 ZPS-ja deklaroi që ajo nuk kundërshton që mbrojtja të ketë qasje në parashtrimet e identifikuar në lëndët 04 dhe 05. Megjithatë, ZPS-ja kundërshton kërkesën e mbrojtjes për të pasur qasje në parashtrimet konfidenciale të çështjes 07, pasi parashtron që nuk ka qëllim legjitim forensik të dëshmuar për mbrojtjes. Mbrojtja nuk u kundërpërgjigj. Masat mbrojtëse që janë caktuar në lëndën 0405 janë urdhëruar nga trupi gjyqësor 1. Masat mbrojtëse për lëndën 07 janë urdhëruar nga trupi gjykues 2. Trupi gjykues në pajtim me rregullën 81 paragrafi 4 ka kërkuar dhe ka marrë pikpamjet e trupit gjykues 1 lidhur me këtë kërkesë. Më 18 prill 2025, gjykatësit e trupit gjykues 1 thanë se nuk ka arsye për të mbajtur versionet e redaktuara publike në raport me trupin gjykues 2 ose palët dhe mbrojtësen e viktimave në çështjen 6 dhe për këtë qëllim pra nuk ka arsye për të mbajtur redaktimet e përfshira në versionet e redaktuara publike në parashtrimet e përzgjedhura të lëndës 4 dhe 5. Sa i takon parashtrimit për lëndën 6, gjykatësit e trupit gjykues numër 2 në kapacitetin e tyre si gjykatës që kanë urdhëruar masat mbrojtëse në çështjen 07 kanë rishikuar parashtrimet përkatëse dhe konsiderojnë që nuk ka arsye që të ruhen redaktimet në raport me gjykatësit e trupit gjykues numër 2 në cilësinë e tyre si gjykatës së çështjes 06 ose palëve ose mbrojtësve të viktimave në çështjen 06. Pra nuk ka arsye që të ruhen redaktimet e përfshira në versionet e redaktuara publike të këtyre parashtrimeve. Trupi gjykues vëren që mbrojtja e Veselit ka identifikuar dokumente për të cilat kërkohet qasja në pajtim me jurisprudencën e mëparshme të trupit gjykues dhe në pajtim me jurisprudencën e tribunaleve kriminal ndërkombëtar të tjerë. Trupi gjykues është i mendimit që ka një qëllim specifik forensik legjitim për sa i takon qasjes kërkuar nga mbrojtja e Veselit dhe Thachit për përzgjedhjen e parashtrimeve konfidenciale të lëndëve 04, 5 dhe 7. Në këtë aspekt, trupi gjykues vëren që lëndët 04 dhe 05 mbivendosen në një mënyrë të kufizuar me procedurën aktuale. Përveç kësaj, trupi gjykues konsideron që qasja në parashtrimet e identifikuara të lëndës 07 mund të ndihmojë mbrojtjen në këtë lëndë gjyqësore për të bërë parashtrime lidhur me mocionet e mundshme në pajtim me rregullin 130 që mbrojtja ka thënë që synon të dorëzojë dhe në mënyrë përjashtimore miraton qasjen e mbrojtjes në këto parashtrime mbi arsyetimin e dhënë më sipër. Sa i takon mbrojtjes së dëshmitarëve dhe viktimave, trupi gjykues vëren se në pajtim me rregullin 81A, masat mbrojtëse të urdhëruara në procedura të tjera do të vazhdojnë të kenë efekt mutatis mutandis edhe në lëndën 06. Trupi gjykues më tej vëren se gjykatësit e trupit gjykues të caktuar për lëndën 04, 05 dhe 07 konsiderojnë që nuk ka arsye për të mbajtur redaktimet e përfshira në versionet e redaktuara publike të parashtrimeve të përzgjedhura. Duke marrë parasysh sa më lart, trupi gjykues është i bindur që
Miratimi i kërkesës do ishte në pajtim me nevojën për siguruar mbrojtjen e dëshmitarëve dhe viktimave, me kusht që parashtrimet e përzgjedhura të mbeten konfidenciale në lëndën 06. Përrjedhoi, trupi gjykues autorizon qasje dhe përdorim të versioneve konfidenciale të parashtrimeve të përzgjedhura në lëndën 04, 05 dhe 07, sikurse identifikohet në kërkesën F03062, paragrafi 18, për trupin gjykues numër 2 dhe palët dhe mbrojtja e viktimeve në lëndën 06. Trupi gjykues udhëzon zyrën administrative që të sigurojë që trupi gjykues numër 2, palët dhe mbrojtësi e viktimave në lëndën 06 të kenë qasje në versionet konfidenciale të parashtrimeve të përzgjedhura. Së fundi, trupi gjykues i kujton palëve dhe pjesëmarrësve të klasifikimit konfidencial të këtyre parashtrimeve se në pajtim me rregullin 82.1b, pjesët konfidenciale nuk duhet t'i nxirren publikut. Ky është fundi i urdhrit tregojor. Urdhri numër 4. Lidhur me materialin 4D0091 me numër provizor dhe 4D00092 po ashtu me numër provizor. On 30 August, Më 30 tetor, më falni, edhe një herë. Më 30 tetor 2024, trupi gjykues shënon një dokument me numër reference 105714 viz 105-724 për identifikim dhe i dha numrin përkatësisht 4D0091. Dhe një dokument tjetër që kishte numrin e referencës DJK 01084 ET viz DJK 01096 ET me numrin provizor 4D0092. Dokumenti i parë është një raport zyrtar, ndërsa dokumenti i dytë është një artikull i hapur, që nga burimet hapura, që ka titullin Zjarri i Sekreteve Shtetërore. Mbrojtja e kërkoi pranoheshin këto dokumente përmes dëshmitarit W04798. ZPS-ja nuk u ndërshtoi pranimin e këtyre dokumenteve. Trupi gjykues është bindur se relevanca e këtyre dokumenteve është e vlefshme sepse dëshmitari W04798 komentoi për dokumente dhe përmbajtja e tyre është mjaftueshme dhe lidhet me provat në këtë çështje gjyqësore. Sa i takon autenticitetit, trupi gjykues është bindur për autenticitetin prima facie të dokumentit, pasi kanë shënime të origjinës, preardhjes pra përfshirë autorin dhe datën kur është lëshuar dokumenti. Sa i takon vlerës provuese, trupi gjykues është bindur sepse është dhënë konteksti i mjaftueshëm lidhur me të dy dokumentet dhe përmbush kriterin prima facie të dokumenteve dhe nuk tejkalohet në asnjë vlerë cënuese. Përrjedhë, trupi gjykues vlerëson se materiali 4D0091 dhe materiali 4D0092, të dy me shënime provizore, përmbushin kriteret e rregullës 138 dhe pranosin prova gjyqësore. Dokumentet marrin numrin përfundimtar dhe heqet numri provizor. Këtu mbyllet urdhri 4 me gojë. oral order on Urdhër me gojë sa takon provës P00073.1 po ashtu me numër provizor. Do të lëshojmë një urdhër me gojë për pranimin e materialit P00073.1 si provë gjyqësore. Trupi gjykues kujton se më 18 shtator 2025, gjatë dëshmisë së dëshmitarit të W04491, ZPS-ja kërkoi pranimin e një dokumenti që kishte numrin RN SITF 00423 766 bashkë me përkthimin në gjuhën angleze, të cilat morën numër provizor në fakt dhe u dha numri P007.3.1 dhe P00073.1 ET, që ishte një version më i pastër i provës P0073 dhe përkthimit të saj. Mbrojtja komunikoi përmes komunikimeve interparte se nuk kundërshtonte pranimin e materialit P0073.1 me numër provizor. Trupi gjykues kujton se më 11 maj 2023 doli në përfundimin se prova P0073 përmbushte standardet e pranueshmërisë sipas rregullës 138
Edhe kjo provë në fakt ishte një version më i qartë i provës P007.3 dhe përkthimit të saj. E përrjedhoi tribungjykues e pranon si provë gjyqësore dhe i kërkon zyrës administrative të heqi numrin provizor kësaj prove. Item 6 is an Pika 6 është një urdhër me gojë për materialin 4D0093, po ashtu me numër provizor, 4D0094 me numër provizor dhe 4D0095 me numër provizor. Ka disa dokumente që tribungjykuesi ka shënuar për identifikim, për të cilat tashmë do të japim vendimin tonë përkatës. Së pari, tribungjykuesi rikujton se më 31 tetor 2024, gjatë dëshmisë së dëshmitarit W045758, mbrojtja e Krasniqit i tregoi dëshmitarit disa dokumente dhe kërkoi që të pranoheshin më pas të dokumente përkatësisht me numrat DJK 01 037 deri në DJK 01037, po ashtu DJK 01 038, DJK 01039 dhe DJK 01036 deri në DJK 01036 dhe përkthimet e tyre në gjuhën angleze. Tribungjykues u dha numër provizor, përkatësisht numrat ishin 4D0093, 4D0094 dhe 0095. Të tri dokumentet janë artikull shtypu ku sugjerohet që një viktimë e një krimi të pretenduar, që përshkruhet në dosjen paragjyqësore të prokurorisë, më vonë ishte dënuar për krime të rënda, edhe thuhet se ja ka mbatur drejtësisë. Mbrojtja e Krasniqit argumenton se artikujt janë relevant dhe të rëndësishëm për të vlerësuar besueshmërinë e kësaj viktime të pretenduar. Dispozicia kundërshtoi pranimin e tri dokumenteve duke thënë se besueshmëria ishte trajtuar me dëshmitarin, sepse dëshmitari ishte në gjendje të përgjigj pyetjeve dhe nuk ishte nevoja shtesë që të pranoheshin këto artikuj si prova gjyqësore. Pasi shqyrtuan parashtrimet e parë, tribungjykues konstaton se tri dokumentet përmbushin kriteret prima facie të rregullës 138. Sa i takon relevancës, tribungjykues vlerëson se tri dokumentet janë relevante për besueshmërinë e personit që pretendohet se është mbajtur i ndaluar nga UÇK-ja dhe për të cilin shumë dëshmitar, përfshirë dëshmitarin 04758, kanë dhënë dëshmi. Sidoqoftë, tribungjykues vëren se personi që është objekt i këtyre artikujve nuk është thirrur për të dhënë dëshmi. Relevanca e materialit lidhet me dëshminë e këtij dëshmitari që pretendohet se ka dhënë një personi tjetër, i cili më pas erdhi dha dëshmi para këtij tribungjykues. Sa takon autenticitetit, tribungjykues vlerëson se të tri dokumentet që janë artikuj që gjenden online, të botuara nga media të ndryshme dhe që kanë datën përkatëse, janë autentike prima facie. Sa i takon vlerës përfues, tribungjykues vëren se ndonse saktësia e këtij informacioni që gjetet në artikuj nuk mund të verifikohet në mënyrë të pavarur, sidoqoftë këto tre artikuj kanë data të ndryshme, vijnë nga burime të ndryshme mediatike, citojnë burime të ndryshme dhe sugjerojnë se viktima e pretenduar është dënuar për vepra të rënda penale në Kosovë dhe është arratisur nga Kosova. Tribungjykues konstaton se ndonse dokumentet relevancën e kanë shumë të vogël, kanë një lloj vlere provuese e cila mjafton për të përmbushur standardin prima facie. Tribungjykues vlerëson se pranimi i këtyre tre materialeve nuk i kushton asnjë dëm palës tjetër, pasi janë përdorur dhe diskutuar në sallën e gjyqit dhe palët e pjesëmarrësit mund të kishin bërë pyetje të mëtutjeshme dëshmitarit nëse gjikonin të nevojshëm për ta bërë këtë gjë. Rrjedhimisht, vlera provuese më falni prima facie nuk të i kalohet nga asnjë vlerë cënuese, nga asnjë efekt cënues më falni. Fakti që dëshmitari 04758 nuk ishte në gjendje të komentonte në mënyrë të njohur për përmbajtjen e këtyre artikujve dhe se personi me fjalë nuk ka ardhur këtu të trajtoj vërtetësinë e kësaj përmbajtjes, do të merret parasysh kur t'jepet pesha e caktuar dhe vlera provuese këtyre materialeve. Duke mbajtur parasysh sa më sipër, tribungjykues pranon si prova gjyqësore materialet 4D0093, 94 dhe 95 dhe udhëzon zyrën administrative tu heqi numrin provizor. Me kaq mbyll urdhrin e 6 me
Oral order number Urdhri me gojë numër 7. që ka të bëjë me materialit 1D0004 me numër provizor. Trupi gjykues tashmë do të vendos lidhur me pranimin e një dokumenti që ka marrë numrin e përkohshëm 1D0046. Trupi gjykues rikujton se më 5 shtator 2023, gjatë dëshmisë së dëshmitarit W04018, mbrojtja e tha që kërkoi që të pranohej një ekstrakt i një akt gjykimi i gjykatës themelore të Prishtinës. Dokumenti kishte numrin 032228 03286. Edhe një herë 032286. Dhe dëshmitarit ju tregua konkretisht faqja 032278, të cilës i dham numrin provizor dhe numri ishte 1D0046. ZPS-ja kundërshtoi pranimin e materialit në fjalë për shkak se mungon të relevanca sipas tyre. ZPS-ja gjithashtu theksoi konstatimet më hershme të trupit gjykues se takon mungesës së relevancës për pranimin e pjesëve të akt gjykimeve si përgjithësore. Pasi shqyrtuam parashtrime, trupi gjykues konstaton se dokumenti në fjalë nuk përmbush kriteret për pranim sipas rregullit 138. Sa takon relevancës, trupi gjykues vlerëson se materiali në fjalë përmban informacione relevante për akuzat e ngritura në akt akuzë, pasi lidhet me ekzistencën e pretenduar të listave dhe ose përdorimin e tyre për UÇK-s si bazë për ndalimin e kundërshtarëve të pretenduar të UÇK-s, mes të cilëve dhe dëshmitari W04018. Sa takon autenticitetit, trupi gjykues është i bindur se dokumentat që janë kërkuar për të pranuar, që në fakt është pjesë e një akt gjykimi i gjykatës themelore të Prishtinës, është autentik prima facie. Sidoqoftë sa takon vlerës provojës, trupi gjykues fillimisht vëren se substanca e materialit në fjalë lidhet me konstatime që janë bërë nga një tjetër trup gjykues, bazuar në dokumentacione të tjera, dhe ne do të marrim vendim lidhur me këtë. Sa i takon vendimeve të mëhershme, përfshirë këtu dhe urdhrin e dytë me gojë të 7 nëntorit 2024 dhe urdhrin e parë me gojë të 30 janarit 2025, trupi gjykues përsërit se nuk e ka për detyrim të pranojë konstatime që kanë bërë trupat të tjera gjykues. Në këtë rast, trupi gjykues merr parasysh faktin se ndryshe nga rastet e tjera, kur është lejuar një pjesë i një akt gjykimi për çështje konteksti, siç ka qenë në rastin e dokumentit F0173, ky porcion i këtij akt gjykimi lidhet vetëm me përgjegjësinë e trupit gjykues, pas përgjegjësia e trupit gjykues të vlerësoj faktet përkatëse që janë të ngritura në akt akuzë dhe që diskutohen mes palëve. Por trupi gjykues vlerëson se dokumenti në fjalë nuk ka vlerë provuese të mjaftueshme për të përmbushur pragun prima facie. Duke mbajtur të parasysh, trupi gjykues rrëzon pranimin e materialit 1D0046 si provë gjyqësore dhe këtu mbyllur urdhrin e 7 me. Tani do të vendosim lidhur me pranimin e një dokumenti që po ashtu ka numër provizor 1D0074. Trupi gjykues rikujton se më 6 dhjetor 2023, gjatë dëshmisë së dëshmitarit W02161, mbrojtja tha që kërkoi të pranojë një dokument që kishte numrin DHT-02-782, DHT-02-783 dhe përkthimin në gjuhën angleze. This is at transcript page. Ky është reflektuar në transkript në faqen 10701. Duke mbajtur parasysh mos përputhshmëritë e caktuara sa i takon përkthimit me shkrim, trupi gjykues udhëzoi mbretërin e Thaçit të dorëzonte një rishikim të përkthimit, edhe ju dha dokumentit numër provizor 1D0074. Trupi gjykues vëren se në përputhje me udhëzimin e trupit gjykues më 6 dhjetor 2023, mbrojtja e Thaçit dorëzoi një përkthim të rishikuar të anglishtes të dokumentit në fjalë. ZPS-ja kundërshtoi pranimin e dokumentit, duke argumentuar se nuk e dinte kush ishte autori dhe burimi, dhe se dokumenti ishte shfaqur dëshmitarit dhe dëshmitari nuk ishte asnjë dieni lidhur me këtë artikull.
Sa i përket relevancës, turplogjikues vlerëson se dokumenti që kërkohet pranohet është relevant në fakt për dëshminë e dëshmitarit 02161 për sulmet e pretenduara që kanë ndodhur në Kosovë në 1998 dhe 1999 kundër serbëve të Kosovës dhe shqiptarëve. Sa takon autenticitetit, turplogjikues vlerëson se dokumenti në fjalë, që në fakt është thjesht një artikull online i botuar nga Kurier, më 18 janar 2024, është prima facie autentik. Origjina dhe burimi janë të qarta që në pamje të parë të dokumenti. Sa takon vlerës provuese, turplogjikues vëren se artikulli është mbështetur krejtësisht në një intervistë me një personi edhe Medias Kurier, pa përmendur burime të tjera, të cilat nuk janë diskutuar fare në këtë proces gjyqësor dhe për të cilat nuk çdo dëshminë e sallën e gjyqit. Rrjedhimisht, dëshmitari nuk ishte në gjendje të komentonte për artikullin. Sidoqoftë, turplogjikues vëren se aspektet ngritura në artikull janë mbuluar në provën 1D0075, i cili është treguar dëshmitarit gjatë kundër pyetjeve dhe është pranuar si provë gjyqësore. Rrjedhimisht, turplogjikues është bindur se prova 1D0074 ka një lloj vlere provuese. Por mungon origjina dhe besueshmëria e këtij informacionit dhe kështu dokumenti nuk mund të merret për bazë për shkak të mungon vërtetësia e përmbajtjes, nuk mund ta verifikojmë vërtetësinë e përmbajtjes. Për këtë arsye turplogjikues vlerëson se në fakt materiali 1D0074 i përmbush kriteret për pranueshmëri sipas rregullës 138. Prandaj pranojmë provë gjyqësore, por për qëllimin e kufizuar që cekë më lartë, edhe udhëzojmë zyrën administrative të heqin numrin provizor. Këtu mbyll urdhrin e 8 me gojë. One more. Edhe një tjetër. Turplogjikuesi vendos lidhur me pranimin e provës P00119 MFI me numër provizor pra. Ju lutem, kalojmë në seancë private.
Your Honors, we announce. Sekretari jemi në seancë publike. Tani përfundova me urdhrat me gojë. Edhe përpara të fillojmë me rendin e ditës së sotme, do bëjmë 10 minuta pushim. Në rregull, kthehemi pas 10 minutash dhe vazhdojmë me pikat në rendin e ditës siç u kemi dërguar. Bëjmë 10 minuta pushim. Sekretaria të gjithë më konë. All rise. Të gjithë në këmbë. Be seated. Uluni, ju lutem. Have to use this. Sorry, I had a Më falni për pata një probleme pajisje të dëgjimit. So we will Tani do të trajtojmë programin që ju kemi dërguar së fundmi. Do t'i kalojmë të gjitha pikat e programit, një nga një deri në fund, pastaj me shpresë pasi të dëgjojmë përgjigjet tuaja, informacionit do të na jepni, do të bëjmë një pushim deri pas dreke. Kështu që në orën 2:30 do të kthehemi dhe do të japim disa urdhra gojor për të trajtuar çështjet që mund të dalin gjatë diskutimeve që do të kemi. Tani po filloj duke pyetur ZPS-n të na konfirmojnë që i kanë paraqitur tërësisht provat e tyre dhe su ka mbetur gjë tjetër veçse tu përgjigjen parashtrimeve nëse ato paraqiten. Keni ndonjë gjë tjetër për të shtuar? Prokurori jo. Gjykatësi nuk keni asnjë çështje tjetër. Prokurori, si shtat juve, do të ketë parashtrime, përgjigje ndaj tyre, po asgjë tjetër shtesë nga ne. Gjykatësi, atëherë po i kthehemi çështjeve të rregullit 130 për të cilët kemi pritur. Ju keni vënë dukje se keni ndërmend të parashtroni dokumenta në bazë të mocionit 130. Të gjithë do ta bëni këtë? Nëse po, do t'i bëni veç apo do t'i përmbledhni? Mirëshëtisht. Të katër ekipet kanë synim të paraqisin një rregull në bazë të një parashtrim në bazë të rregullës 130. Së bashku atëherë kam nevojë të lutem, sepse ishte një nga gjërat që duam të bëjmë për ta lehtësuar disi punën. Ju keni thënë se ju duhet e lejon rregullin një periudhë 10 ditore dhe ne thamë që nuk do të jemi strikt lidhur me të. Ju thatë që ju nevojiten 30 ditë për të përgatitur. Vazhdoni të keni të njëjtën mendim? Mirëshëtisht. Në diskutimet me ekipet e mbrojtjes, duke pasur parasysh vëllimin e materialit si provë që janë paraqitur nga ZPS-ja, qëndrimi ynë është se do të na duhen 14 ditë nga data e vendimit të fundit të trupit gjykues lidhur me provat e paraqitura nga prokuroria. Nuk mund të bëjmë një parashtim të rregullit 130 pa pasur një ide të gjithë provave të plota të paraqitura. Pra vendimi i fundit nga ne, plus 14 ditë
kërkojmë që do të na jepte, do na çonte të themi në qershor, duke supozuar që ju do të duhet besoj 1 muaj për të zgjidhur të gjitha këto çështje. Gjykatësi. Dhe do të ishit gati të vazhdonit nëse ne do ta bënim më herët, mishë të kjo pastaj krijon na çon në një çështje tjetër, po duam të paktën deri në 1 qershor. Me sa kuptoj, një nga përgjigjet tona duhet jepet në 5 maj, lidhur me një nga mocionet jogojore. Pastaj do të ketë kundërpërgjigje nga prokuroria. Gjykatësi e kuptoj, do të duhet një kohë, e kuptoj kërkesën tuaj. Mishëtish, mbase do të paraqesim dokumentin nga mesi i qershorit në bazë të rregullit 130. Në varësi të kohës si do t'ju duhet juve si trup gjykues të jepni vendimin tuaj. Nëse ju do të jepni më herët, mendojmë që parashtrimi ynë do të ishte nga mesi i qershorit. Ka njëri tjetër shtoj lidhur me këtë nga mbrojtja? Faleminderit të nderuar gjykatës, o zoti Dixon, ne kërkojmë që mesi i qershorit të ishte koha kur duhet të paraqitim parashtrimin tonë duke pas parasysh vëllimin e materialit. Dhe ju thatë që 30 ditë është një afat i arsyeshëm, pastaj duhet presim për vendimin tuaj. Nuk kemi ndonjë problem me afatin 30 ditor, po të dëgjojmë dhe ZPS-n në që se ka ndonjë kundërshtim prokurori. Neve i respektojmë vendimin e trupit gjykues, nuk ka mikrofon. Nga ZPS-ja, sa kohë ju duhet për të përgjigjur prokurori? Ne kërkuam një zgjatje 1 muaj, shtyrje të afatit, nuk ndryshon kjo gjë, dhe për proces verbal ne duam të japim një përgjigje të përmbledhse, mishëtish. Neve nuk e quajmë zgjatje apo shtyrje të afatit, sepse në kohën që i bëm parashtrimet, nuk e dinim që kishte kaq shumë material. Nuk ka mikrofon. Nuk po e përdor këtë term për të treguar se ç'mendoj. Dua të them që është një afat më gjatë se ç'kishim menduar fillimisht. Këtë gjë duhet ta diskutojmë pas takimit dhe nga fundi i ditës do të japim vendim për të ditur të gjithë se ku jeni. Do ta bëjmë pra këtë sot. Për proces verbal, rregulloria lejon të bëhet mocion dhe një përgjigje dhe jo përgjigje, do t'i përmbajmë kësaj. Ka një dispozit se mund të bëhen argumente me gojë. Ka njeri për të bërë ndonjë argument, apo dëshiron njeri të bëjë argument me gojë pas dorëzimit të mocionit të rregullit 130, nëse do ta bëni. Çfarë janë ato që nuk i vendosin dot në mocionin me shkrim që kërkoni ta bëni me gojë? Mishëtiç. Ne kërkojmë të paraqisim argument me gojë, meqense nuk do të bëjmë kundër përgjigje. Gjykatësi, por ideja është që nuk do të ketë kundër përgjigje mishëtish, por meqense ekziston mundësia e argumentit gojor, ne nuk themi do tani se çfarë argumenti me gojë do të jetë pa parë se çfarë do të paraqisë prokuroria. Ne jemi të gatshëm për çdo seancë që mund kërkohet. Diksi. Kjo ka të bëjë, të themi, me afrohet me argumentet përmbyllëse. Kështu që në parashtrime gojore mund të ngrihen çështje që mund të dalin apo dhe t'i përgjigjemi në një pyetje që mund të kenë ju së trup gjykues. Pra nuk është e njëjtë, është një moment i rëndësishëm në paraqitjen e çështjes, pra argumentet gojore. Nuk ka mikrofon. Ne duam që të vendosim një numër të caktuar fjalësh për mocionet. Duam të dëgjojmë nga ju, meqense ju do të parashtroni të parët. Mishëtish,
duke marrë parasysh faktin që do të paraqisim parashtrim së bashku të gjithë, propozojmë të jetë 20.000 fjalë. Secili nga ne do të ka të drejtë të paraqisë 6.000 fjalë, kështu që do të ishte më 4.000 fjalë më pak nga ç'na takon. Përgjigja nuk kemi ndonjë mendim. Ne kërkojmë zgjatjen reciproke të fjalëve për përgjigjen tonë të përmbledhse. Dikson, pasi ta keni vënë në dukje se sa fjalë duhet ketë mocioni, atëherë do të kemi mundësi që të kërkojmë një shtim të numrit fjalëve në varësi të çështjeve që do të ngrihen, do të shqyrtohen, duke pasi të konsultohemi me klientët. Pa thënë që do ta përmbushim këtë, juve mund të bëni gjithmonë një kërkesë, sigurisht që mund ta bëni një kërkesë të tillë. Also, for the record, Për proces verbal, nuk ka apel nga mbrojtja. Nëse mocioni 130 do të refuzohet, dhe ju e dini këtë, tani duat të pyes mbrojtësin e viktimave, zoti Loz, duke supozuar se një apo më shumë nga të akuzuarit, tani e dim të gjithë pra, në mënyrë të përmbledhshme do të paraqisi mocion sipas rregullit 130. Ju do të paraqisni çështjen sa më shpejt që të jetë e mundur pasi të jepet vendim për mocionet të rregullit 130 dhe për ta bërë këtë duhet të dëgjojmë, duhet kemi paraprakisht disa deklarata tuaja kur mendoni se mund të listoni dëshmitar të propozuar apo ndonjë raport apo materiale të tilla e keni fjalën. Po, Simon Loz. Pikë së pari, ne kemi porositur 2 raporte ekspert që trajtojnë çështjet provat psikologjike, psikiatrike dhe tjetri jep disa shifra lidhur me dëmin material apo humbjet ekonomike të shkaktuara. Të 2 raportet i kemi marrë gjatë pushimit të Pashkëve, njëri është në holandisht dhe është dërguar për përkthim, tjetri është në anglisht. Rrjedhimisht shpresojmë shumë që përkthimi të mos zgjat shumë, të kemi mundësi që javën në fund të javës tjetër, në 2 maj, të paraqesim të 2 raportet në bazë të rregullës 114.5 gjykatës. Një minutë. Ne mendonim se ju do ta bënit këtë në 14 maj, pra kjo tregon që do ta bëni Loz, po, me kënaqësi do ta bëjmë më herët nëse e marrim materialit. Gjykatësi, pra mund ta paraqisni, ta dorëzoni sa po ta keni në dorë. Besoj e quajmë datën 14, po padyshim. Loz, është dhe një temë tjetër e lidhur me të që të 2 ekspertët tek të cilët do të mbështetemi në çështjen 6 kanë dhënë raporte edhe në çështjen 4 dhe 5. Dhe ne synojmë që t'i përdorim këto raporte, këtë çështjeve të mëhershme, duke pasur parasysh pra atë që përmendët më herët. Nuk e di nëse kjo kërkon ndonjë parashtrim shtesë. Synojmë ta bëjmë këtë deri në 14 maj dhe këtë ta bëjmë deri në 14 maj. Pastaj mbetet aspektet e tjera të çështjes, kemi parasysh paragrafin 72 të urdhrit për ecurinë e procesit, ku udhëzohen palët dhe pjesëmarrësit që të paraqisin çështjen e tyre në mënyrë kronologjike dhe ta të ju ftojmë juve si trup gjykues për mënyrën se si do t'i paraqisim provat. Këtë gjë mund ta bëjmë gjithashtu në 14 maj, deri në 14 maj, ku do të
paraqesim udhëzuesin për mënyrën se si do ta paraqesim çështjet, çfarë parashtrimesh do të bëjmë dhe temat që do të trajtojmë. Dhe besoj nuk ka nevojë që të futem në hollësi këtë sot, por janë disa çështje dhe me kënaqësi mund t'ju japim një indikacion të këtyre gjërave deri në 14 maj. Gjykatësi, këtu përfshini dhe listën e provave materiale zoti Los? Zoti Los, kemi parasysh këtë që të parashtrojmë një mocion jo gojor pas 14 majit. Ky është një nga mocionet që kemi parasysh. Së fundit do t'ju japim një listë të provave materiale, po jo deri në 14 maj. Së fundi për këtë aspekt, pra statusit të përgatitjeve, propozojmë që të dorëzojmë një kërkesë për të thirrur dëshmitar të tjerë ose për të bërë kërkesë sipas rregullit 153 deri 155 dhe do të kërkojmë pak më vonë se 14 maj ta bëjmë këtë gjë, në qoftë na lejoni, duam ta bëjmë në 28 maj këtë gjë. Pra, këto janë çështjet të cilat do të parashtrojmë me qëllim që trupi gjykues dhe mbrojtja të mos kenë ndonjë dyshim kur flas për thirrjen e dëshmitarëve dhe paraqitjen e një kërkese deri në 28 maj për të thirrur dëshmitar, nuk përfshi këtu dokumentet që i kemi përgatitur për viktimat, të cilat janë në fakt deklarata apo informacion shtesë për dëmin e shkaktuar viktimave, të cilat do t'i përshkruajmë në ullësi të plot në parashtrimet tona deri në 14 maj. Por kjo është një kategori e veçantë e materialet që nuk do të përfshi thirrjen e dëshmitarëve për të dëshmuar drejt për drejt, por shpresojmë të ofrojmë informacion shtesë lidhur me dëmin e shkaktuar të një numri shumë të madh viktimash në këtë çështje. Dhe ky është një parashtrim që ne mendojmë se do ta bëjmë mjaft më vonë se maj, por që është pjesë e çështjes sonë në varësi të mënyrës se si do të zhvillohet procesi deri përpara pushimit të verës apo më pas. Presim që këtë material ta dorëzojmë rreth asaj kohe. Pra, këto janë çështje që dëshiroja të ngrija lidhur me paraqitjen e provave nga ana jone që kemi ndërmend të bëjmë. Duhet të përmend gjithashtu se ekspertët që ne presim të dëshmojnë në varësi të miratimit tuaj, janë ekspertë që lidhen me provat psikologjike, psikiatrike që ne presin të bëhen nga dëshmitar drejt për drejt. Disponueshmëria e tyre është të kufizuar. Nuk janë të gatshëm të vinë kur të duam ne, si të thuash. Ne i kemi kontaktuar, kemi folur me ta për datat, kanë përmendur 7 e 14 qershorin si data kur mund të jenë të disponueshëm. Kjo nuk do të thotë që patjetër do të ndodhë kështu, por andaj po e ngre tani këtë çështje. Pra, mbase një javë pas 21-shit do të ishte pamundur për ta. Kështu që ju të keni një ide të plot se ku ndodhemi. Gjykatësi, keni ndonjë vlerësim më të mirë se sa ditë mendoni do të kërkoj kjo si në seanca këtu në gjykat? Los, nuk mund të them dot. Nuk mund të them se s'do të vazhdoj deri javën e dytë. Do të thresim dëshmin pra psikologjike që mund të duhet më shumë se një ditë për të paraqitur, në varësi të faktit nëse ka viktima që dëshirojnë të dëshmojnë drejt për drejt.
në përputhje me datat që u kam dhënë. I have a couple of questions for you, Ms. Kam një dy pyetje për ju, zoti Los, që ta kuptoj si duhet ato që thatë. A jeni duke thënë se do të kishit vështirësi për të na dhënë një listë të dëshmitarëve të propozuar dhe të provave përkatëse deri në 14 maj, dhe se këto lista janë tentative, pra ju kuptova drejt se nuk e bëni dot këtë gjë deri në atë datë? Përgjigje, lidhur me vënien në dukje të dëshmitarëve përkatës, kemi sugjeruar një datë të më vonshme për parashtrimin ku të paraqisim dëshmitarët që kemi ndërmendje i thresim bashkë me ekspertët dhe kërkesat nëse do të na duhet të bëjmë sipas rregullës 153 155. Ne kemi propozuar datën 28 maj për këtë gjë. Në atë moment, mendoj që do të ishim në gjendje të jepnim listën e dëshmitarëve të provave materiale. Links up to Faleminderit. Tani do të bëj një pyetje që ka të bëjë me aspektet e tjera. Pasi të bëjë njoftimi, palë do kenë nevojë që të përgatiten për provat tuaja, për dëshmitarët që të thrisni, në qoftë se do vendosin që t'i thrisni ata. Thjesht do t'ju pyes në qoftë se jeni përfshirë në diskutime me mbrojtjen dhe me SPS-n sa i takon provave tuaja, dëshmitarëve që do thrisni, duke marrë parasysh këtu parashikimin e kundërshtimit që mund të ketë, nëse mund të shprehem kështu, nga palët. Nuk ju kërkoj hollësi të tjera, po thjesht do doja të dija në përgjithësi në qoftë se keni pasur ndërveprime me palët, thjesht për krijuar një ide se sa kohë mund të duhet për paraqitjen e provave të mbrojtësit të viktimave. Loz, unë kam bërë biseda me zotin Misetic, që është përfaqësuesi i mbrojtjes së zotit Thaçi dhe i ekipeve të tjera të mbrojtjes, dhe kemi diskutuar për fusha sa i takon dëshmisë së dëshmitarëve ekspert. I kam thënë zotit Misetic, pra e kemi pasur këtë bisedë me të, dhe nuk më takon mua që t'i kërkoj atij apo askujt tjetër nga ekipet e mbrojtjes që të pajtohet të paraprakisht me faktin që ato janë dakord apo jo, që këto të jenë dëshmitarët e mbrojtësit viktimave. Megjithatë, deri tani, deri në të pikë, sa i takon individëve që janë viktima konkret, ne nuk kemi bërë biseda, nuk kemi bërë diskutime me ekipet e mbrojtjes, sepse nuk kemi përfunduar akoma listën e personave që do të vinë dhe do të japin dëshmi këtu. Dhe pjesërisht për këtë arsye, ne kërkuam shtyrje të afatit në maj. Dhe dua t'ju them që kam shumë se sa 100 persona në kategorinë e viktimave që nuk kanë dhënë dëshmi, por që mund të jenë dëshmitar potencial. Kështu që biseda lidhur me këtë temë janë në vijim sipër për këtë arsye, nuk është se kemi një ide konkrete lidhur me këtë kategori dëshmitar. Do you know at this time Gjykatësi Smith, a i dini se kur jeni gati që të paraqisni provat jogojore? Can I say that was Loz, kjo është një nga mocionet që unë sugjerova që të përfshihen në parashtrimin që ju të nderuar gjykatës tha që do ishte mirë që të dorëzohej deri me 14 maj. Megjithatë nuk është një parashtrim thelbësor, bëj fjalë vetëm thjesht për disa dokumente të cilat ne duam që t'ia paraqesim përgjithësues deri në atë afat kohor. Megjithatë, nëse caktohet një datë sot për ta bërë këtë gjë, nuk ka problem fare prej nesh. Data 14 maj duket datë e arsyeshme, në qoftë se doni që të caktojnë një datë ose ndoshta edhe pas një jave pas 14 majit. Gjykatësi Smith, të gjitha dëshmitë shkresore do kërkojnë që të vendosen për jush përmes mocionit të provave jogojore, apo mendoni që disa prej tyre do të pranohen ndryshe?
Los, disa prej tyre do kërkojnë që të pranohen mbështetur në parashikimet e rregullës 153. So if we use the Gjykatësi Smith, do të në qoftë se ne do të marrim si bazë datat që u sugjeruan nga mbrojtja, që jo domosdoshmërisht u pranuan nga ZPS-ja, por që ZPS-ja deri tani tha që nuk është se ka ndonjë kundërshtim lidhur me to, i takon që ju do duhet të përgjigjeni diku përpara pushimit të verës të gjykatës, se ndoshta ky nuk është një afat shumë i mirë. Dhe fakti që nuk keni një ose dy dëshmitar të disponueshëm, a do ishte drejt të thuaj që në qoftë se ne i pranojmë datat e mbrojtjes, ju do jeni gati që të filloni me dëshmitarët tuaj pas pushimit të verës të gjykatës? Los, atëherë në qoftë se mbrojtja do përgjigjet deri 30 ditë pas mesit të qershorit dhe më pas prokuroria do të kundërpërgjigjet 30 ditë pas kësaj periudhe, i takon që do duhet edhe kohë edhe për vendimin për anës tuaj. Kështu që në përgjigje të pyetjes tuaj, ne do të preferonim që të kishim një datë të përcaktuar për ju tani dhe të punonim mbi bazën e asaj, sesa të përcaktonim një datë më vonë. Gjykatësi Smith, por të arsyeja për këtë pyetje, ne e pajtojmë me ju lidhur me këtë. Mendojmë që sa më shpejt të përcaktojmë këtë datë, aq më mirë do jetë për të gjithë, edhe të gjithë do të përpiqen që të respektojnë atë. A ka pyetje të tjera për zotin Los? Faleminderit zotin Los. Los, gjem. Mr. President. Mishetic, do doja që të komentoje të paktën emër të mbrojtjes së zotit Thaçi. Nga qëndrimi ynë, zoti Los ka të drejtë, në fakt e tha me qartësi se çfarë bisedash kemi pasur ne. Por deri sot në mëngjes nuk kemi qenë të informuar të faktit që për shembull do ketë një mocion jogojor që do të paraqitet, emocione të tjera të cilat do të kenë të bëjnë me dëshmitar të tjerë të mundshëm shtesë. Kështu që do ishte me vlerë për përgatitjen e ekipave të mbrojtjes, në qoftë se ne do të fillojmë me dëshmitarët e mbrojtësit të viktimave pas pushimit të verës të gjykatës. Të gjithë shpresonin që ta kishin përfunduar mbrojtjen e dëshmitarëve të mbrojtjes së viktimave përpara pushimit. Megjithatë mendoj që do ishte më mirë që të përcaktonim kohën pas pushimit të gjykatës për fillimin e çështjes së mbrojtjes viktimave. Dixon, edhe unë i bashkojmë qëndrimit të zotit Misetic. Dëshiroj që theksoj gjithashtu ashtu çfarë unë kuptua prej disa prej pyetjeve të gjykatësit metro, se nevojitet kohë për përgatitje nga palët për sa i takon dëshmitarëve të mbrojtësit të viktimave. Jo vetëm kaq, po varet nga numri i dëshmitarëve që do të thrasë zoti Los. Kështu që është mirë që të jepen njoftime edhe nëse ato janë paraprake, sepse të paktën kjo mund na parapërgatisë dhe ne mund të fillojmë punën tonë. Dhe në qoftë se disa dëshmitarë, për shembull, do vdesot në momentin e fundit që të mos vinë, nuk është se ka problem, por do ishte mirë që të kishim njoftime paraprake për të përgatitur siç duhet. Gjykatësi Smith e kuptoi kërkesën tuaj. E kuptoj që ju duhet të keni sa më shumë informacion të jetë e mundur. Për këtë arsye, unë gjithmonë më tepër ju bëj pyetje juve se çfarë mbrojtje do bëni. Në veçanti duke marrë parasysh afatin kohor, për pasur një ide, domethënë. Gjësa ne e dimë që do na duhen 1 muaj ose 2 muaj për të dëgjuar dëshmitarët e ekipeve të mbrojtjes, kjo do na ndihmonte për përgatitja. Kështu që edhe një herë do kërkonim që ta mendonit këtë, se do na ndihmonit shumë për arsye kalendari ose planifikime. Por ne nuk është fare e rëndësishme se këtë do thrisni ju si dëshmitar ose sa dëshmitar do keni, apo çfarë do paraqisni sa i takon provave shkresore. Por për ne do ishte mirë që të kemi një afat kohor për të qenë më mirë të përgatitur për planifikime. Thjesht për të pasur idenë se sa kohë do na duhet për dëshmitarët tuaj. Misetic, neve ja kemi dhënë përgjigjen më përpara, kemi bërë këtë pyetje edhe më përpara. Kam përshtypjen që gjykatësi Gaynor ma ka bërë këtë pyetje muaj më përpara, por ne nuk është se kemi, nuk e di me saktësi. Unë kam thënë që ne do kemi deri në 10 dëshmitar, megjithatë nuk mund t'ja themi këtë gjë me siguri. Gjykatësi Smith nuk e di, ky është numri dëshmitarëve vetëm i ekipit të Thaçit apo për gjithë ekipet e mbrojtjes. Mistet që kjo është vetëm për mbrojtjen e zotit Thaçi. Gjykatësi Smith, po ju të tjerë keni ndonjë ide? Atëherë nuk dua t'ju vënë në pozitë të vështirë, thjesht dua të kem një ide sa i takon kohës.
Dixon, nderuar gjykatës, nuk kam mundësi të them shumë se sa kam thënë më përpara, se është një situatë të cilën po analizojmë ende. Megjithatë, ajo çfarë mund të them unë tani është që duhet që konsultohemi si ekipe mbrojtje në mënyrë të tillë që të mund t'ju japim një afat të përgjithshëm për katër ekipet e mbrojtjes sa i takon dëshmitarëve tonë. Gjykatëse nuk ja kërkoj tani për momentin tani, por gjithsesi do doja që të kishim një ide më të qartë. Dixon, do planifikojmë më tej dhe do t'ju japim informacion kur të kemi më shumë informacion më të qartë. Gjykatëse Smith, sa i takon mbrojtjes së viktimave, neve inkurajojmë biseda interpartes sa i takon këtyre çështjeve, në veçanti lidhur me dokumentet që do kërkoni që të pranohen, sepse mund të ndodhë që procesi të jetë shumë më i shpejtë se sa mendojmë ne që të jetë, nëse se palët nuk kanë kundërshtime të mëdha lidhur me dokumentet. Simon, po patjetër, gjykatësi Smith edhe për prokurorinë vlen një njëjti koment, edhe për ekipet e mbrojtjes, duhet jeni sa më të hapur të jetë mundur. Pra, në këtë pikë do jetë me vlerë, do ishte mirë që të kemi diskutime dhe të ketë bashkëbisedime midis palëve. Yeah, the rest of the things that I have down really have to do. Pjesa tjetër e pikave që kam në rendin e ditës për sot kanë të bëjnë me kalendarin për konferencën për mbrojtjen, për ecurinë e çështjes, do të thënë për provat e mbrojtjes. Megjithatë, ndoshta është e parakoshme për të diskutuar sot se sa i takon rregullore, se rregulloria është shumë konkrete sa i takon asaj çfarë duhet të ndodhë dhe hapave të ndryshëm procedural që do duhet që të përmbushen. Kështu që të gjitha ekipet duhet të jenë të gatshme dhe duhet të respektojmë rregullat që janë parashikuar për këtë. Mr. Dixon, you brought this. Gjykatësi Smith, zoti Dixon, ju e ngritët çështje përpara një çasti. Dixon, po, i nderuar gjykatës Smith, pyetja që kemi për ju është kjo: kur diskutoni aspektet e kohës, a mund të na jepni një ide se kur mund të keni më shumë informacion të hollësishëm lidhur me dëshmitarët që do thrisni? Dixon, e keni fjalën për kohëzgjatjen, për sa do zgjas? Gjykatësi Smith, po. Dhe po ju pyesim se kur jeni gati që të na jepni këtë informacion, kur do na bëni me dje këtë informacion. Dixon, pra, kemi dy periudha kohore. E para, në fakt do jetë diçka të cilën mund t'i japin shumë shpejt, por ndërkohë informacionin që ka të bëjë me pikën e dytë, ne do të mundohemi t'ja japim në një moment të përshtatshëm dhe sa më shpejt jetë e mundur. Gjykatësi do na ndihmonet, Dixon, po do ta konsideroj këtë. Gjykatësi Smith do na ndihmonet shumë dhe ne e dim që ju po punoni lidhur me këtë. Dixon, po, absolutisht po. Gjykatësi Smith, po jepen edhe deklarata për shtyp, për shembull se kur do dorëzohen mocion sipas rregullës 130 apo kur do të fliten dëshmitarët, edhe për këtë arsye ne jemi kuriozë dhe duam të dimë se çfarë do ndodh më tej, të paktën të kemi një informacion para. Dixon, unë nuk kam bërë një deklaratë, to janë çështje të cilat ne i kemi diskutuar brenda nesh, megjithatë do kem mundësi që t'ju përgjigjem sa më shpejt jetë mundur sipas afateve kohore të përcaktuara. Gjykatësi, shumë faleminderit. Megjithatë nuk dua ta përfundoj këtë konferencë, këtë takim, pa theksuar për të gjitha palët që keni qenë jashtëzakonisht bashkëpunues. Dhe e di që shpeshherë kjo nuk është e thjeshtë, e di që është një çështje e vështirë,
E di që bëhet fjalë për dëshmitar të cilët janë të vështirë, për prova materiale të vështira, të komplikuara, megjithatë të gjitha palët janë munduar që të respektojnë sugjerimet që janë bërë dhe premtimet që janë bërë dhe ju vlerësojmë shumë për bashkëpunimin. Ne nuk ju kritikojmë gjatë gjithë kohës, e dim se sa vështirë është prej jush që një çështje e këtij dimensione të përfundojë sipas afateve të përcaktuara në veçantie, kam fjalën këtu për dëshmitarët e prokurorisë, dhe në fakt që janë dashur përpjekjet e të gjitha palëve që jemi këtu sot. Nuk është vetëm thjesht punë e prokurorisë, por është punë e përbashkët e të gjitha ekipeve. Kështu që e vlerësojmë shumë gjithë punën e bërë prej të gjitha palëve. Just don't want to miss anything I've written down here. Nuk duhet harroj diçka që kam shënuar. Ka disa shënime. Atëherë duam që të konfirmojmë dhe njëherë që në këtë pikë nuk synojmë që të thrasim dëshmitarës se që të dorëzojmë dokumente nga ne, pra nga trupi gjykues. E kuptojmë që gjërat mund ndryshojnë, megjithatë për momentin ne nuk synojmë ta bëjmë këtë gjë, siç janë zhvillimet deri tani. Një tjetër gjë që dua t'ju them, përderisa ju të gjitha pra ekipet e mbrojtjes kanë dhënë një deklaratë hapse në fillim të prillit të 2023 në fillim të çështjes gjyqësore, ne nuk presim që të bëhet një deklaratë hapse shtesë përpara prezantimit të provave të ekipet të mbrojtjes, sepse juve deklaratat hapse e keni bërë në fillim të procesit gjyqësor. A ka një çështje të fundit, ka një diskutim tjetër që dëshironi të na sillni në vëmendje? Tali, po, nderuar gjykatës. Bëj fjalë për një aspekt që u ngrit nga zoti Selimi. Zoti Selimi ka pasur vështirë që të kontaktoj botën e jashtme, do të thonë botën përtej burgut, në veçanti familjen e tij. Besoj që kjo lidhet me kushtet e ndryshuara të paraburgimit, të cilat nuk do i shtjelloj në hollësi këtu. Megjithatë për trupin gjykues dëshiroj që të sillni në vëmendje mocionin e dorëzuar me 13 dhjetor 2024, që është parashtrimi F02785. Ne kemi marrë përgjigje, jemi përgjigjur për sa i takon pretendimeve dhe konstatimeve të bëra nga mbrojtësi i viktimave. Ne e dim se si janë kushtet dhe çfarë ndikime kanë këto kushte mbi jetën e zotit Selimi. Ne parashtrojmë që kushtet e përcaktuara nuk janë më proporcionale dhe nuk janë më të domosdoshme. Kështu që për këtë arsye ne me respekt ju kërkojmë udhëzim juve pra trupi gjykues se kur duhet të presim që të merret një vendim lidhur me këtë aspekt. We will give you an indication. Gjykatësi Smith, do t'ja japim sot edhe këtë. We will, Zoti Misetiç, kam 2 pika. Pika e parë, sepse dua që të informoni plotësisht përpara se të merrni një vendim, e kam fjalën për një prej pikave që ne diskutuam pak më përpara për mocionin in limine. Për mocionin in limine ne na duhet një kërkesë që shkon përtej se sa 12 fjalë dhe 12.000 fjalë dhe gjithashtu dëshirojmë që të bëhet një shtim i numrit të fjalëve për mocionin in limine dhe gjithashtu edhe një zgjatje të afatit. Domethënë që se ju na detyroni që të përgjigjemi mocionit të ZPS-s deri më 8 maj, kërkojmë që të bëhet shtyrja e afatit dhe shtimi i numrit të fjalëve. Pika ose aspekti i dytë është që zoti Thaçi me respekt kërkon që diskutimet e seancës të mund të ndjek përmes videolidhjes për pjesën e dytë të konferencës. Dixon, në rregull, atëherë thjesht kam 2 aspekte të shkurtra. Jemi drejt fundit të ditës, por kërkesa jon ka të bëjë me problemin e vazhdueshëm të zotit Veseli për të paktën muajt e fundit, 3 muajt e fundit, për të pasur mundësi për të folur me fëmijët e tij përmes telefonit. Zoti Veseli ka të vështirë që komunikojë me ta përmes telefonit sepse ka ndërprerje të vazhdueshme. Fatmirësisht, ne kemi marrë një përgjigje të hollësishme për zyrës administrative lidhur me këtë aspekt përpara se sa të fillojmë seancën. Kemi gjetur një zgjidhje të ndërmjetme dhe zyra administrative po punon për ta zgjidhur këtë çështje. Megjithatë, dëshirojmë që të theksojmë që zoti Veseli
mbajnë qëndrimin që situata është e papranueshme që ka ndërhyrë me të drejtat e tij dhe që ka pasur ndikim gjithashtu edhe në përgatitjen e çështjes apo provave të mbrojtjes. Për këtë arsye, thjesht donim t'ju sjellim në vëmendje, do kontaktoj me ju të ndërkombëtar të trupit gjykues, por gjithashtu në zyrën administrative. Nuk është e nevojshme që ta diskutojmë sot më tej këtë aspekt, megjithatë dëshirojmë t'ju sjellim në vëmendje. Ndërkohë që elementi i dytë ose aspekti i dytë ka të bëjë me vizitat në paraburgim dhe takimi personal me zotin Veseli. Ky është një aspekt të cilin e ka si problem dhe ekipet e tjera të mbrojtjes. Megjithatë nuk dua që të futem në hollësi, por dëshiroj të them që ne duam të sigurojmë që të jemi në gjendje të kemi njoftim paraprak mjaftueshmërisht për sa i takon konfirmimit të vizitave, në mënyrë të tillë që mos presim deri në momentin e fundit, sepse këto kanë ndikim mbi aspektet logjistike, mbi organizimin e planifikimit e tjerë. Sigurisht që ky është një aspekt të cilin ne kemi ngritur në zyrën administrative, por dëshirojmë të vinim edhe juve në vëmendje. Pra, ndoshta do ishte mirë që ju të vendosni dhe të jepni një udhëzim të qartë që konfirmimi i vizitave të jepet sa më shpejt të jetë e mundur. Ne kemi kërkuar që konfirmimi të bëhet 10 ditë para vizitës në mënyrë të tillë që për organizimet e nevojshme. Tani është shumë e rëndësishme për neve që të kemi kontakt me klientët, sepse klientët tanë nuk janë në gjykat gjatë gjithë kohës, sepse duhet që të diskutojmë për provat e ekipeve tona për dëshmitarë që do të thrasim e çështje të tjera të rëndësishme. Mesetiç, thjesht duhet ju vë në dieni ju ata të trupit gjykues që njëjtin problem ka dhe zoti Thaçi sa i takon bisedave telefonike me të shoqen dhe me djalin e tij. Këtë doja që ta bëhet qartë për proces verbal. Ndërkohë që pika e dytë ka të bëjë me një problem që ka pasur për të takuar me zotin Thaçi dje. Dhe dje në zyrën administrative, zotin Nilsen ndërhyri më një herë në mënyrë që të zgjidhej problemi dhe dua të falenderoj zotin Nilsen dhe zyrën e tij për ndërhyrjen e menjëhershme dhe për gjetjen e zgjidhjes së atij problemi. Ne nuk e dim se çfarë problemesh ka njësia e paraburgimit për organizimin e vizitave, megjithatë dëshiroj të them që për aq kohë sa mund të bashkëbisedojmë dhe të dimë të cilat janë problemet, mendojmë që të gjithë mund të kontribuojmë për lehtësimin dhe realizimin e këtyre vizitave. Ne jemi të gatshëm për të dhënë kontributin tonë. Gjykatësi Smith, Jones, po juve keni ndonjë gjë për të thënë lidhur me këtë? Jones, faleminderit nderuar gjykatës. Atëherë, do më pëlqente shumë që ta merrja unë të gjithë meritën për zgjidhjen e dhënë dje, por e vërteta është që problemi i djeshëm u zgjodh pa përfshirjen time konkretisht. Do mundohem t'ja shpjegoj me pak fjalë se çfarë ndodhi. Po flasim për çështje të disponueshmërisë së dhomave të vizitave. Ne jemi në kontakt të vazhdueshëm me ekipet e mbrojtjes në mënyrë të tillë që të realizojmë vizitat e ekipeve të mbrojtjes dhe që të bëjmë koordinimin e të gjitha vizitave që bëhen për të ndaluarit. Ka një numër të kufizuar të dhomave që përdoren për vizita dhe ne po i përdorim ato në maksimum. Megjithatë duhet merr parasysh edhe mjedisi i sigurisë dhe ka shumë punë prapas skenës që kërkohet që të gjitha kërkesat respektohen sa më shumë të jetë e mundur, që bëhet një shpërndarje e drejtë e dhomave, bëhet gjithashtu një shpërndarje e drejtë e burimeve të disponueshme. Dhe kjo bëhet jo vetëm për të akuzuarit në këtë çështje gjyqësore, por për të gjithë personat e ndaluar aty. Stafi në njësinë e paraburgimit bëjnë të pamundur në mënyrë të tillë që të gjejnë zgjidhje kreative brenda kuadrit të mundshëm në kuadrin e sigurisë. Megjithatë, pavarësisht kësaj, ka disa raste ku ne kërkojmë ndihmë nga tribunal të tjerë për të përdorur dhoma të tyre të vizitave, siç ishte rasti i djeshëm për shembull. Ndonjëherë neve na thon tribunalet e tjerë që domethënë nuk është e mundur që të përdoren dhomat e tyre të vizitave deri në momentin kur janë absolutisht të sigurt që nuk ka kërkesë për përdorimin atyre dhomave, siç ndodhi dje. Pra, ne kur shohim që gjitha dhomat e vizitave në pjesën tonë të godinës janë të mbushura, mundohemi që të gjejmë zgjidhje të tjera. Po ashtu, ne mundohemi që të ofrojmë dhe opsione të tjera që nuk janë opsione të preferuara nga ekipet e mbrojtjes, si për shembull takimet përmes videokonferencave ose takime që mund të ndodhen edhe në këtë ndërtesë sot. Përderisa kjo është një çështje e cila është ngritur disa herë, unë kam parë proces verbalin
e muajve të fundit për disa prej ekipeve të mbrojtjes dhe në raste konkrete kam parë që në pjesën ndërmuese thuajse gjithmonë ne ja kemi dalë që të gjejmë një zgjidhje për të përmbushur kërkesën e ekipeve përkatëse. Ndonjëherë mund të ketë njoftim në një afat të shkurtër, ndoshta jo njoftim aq të shkurtër sa ishte dje, zakonisht do të thonë japim njoftim brenda pak ditësh. Megjithatë, duhet të dini që ne kemi nevojë që të bëjmë koordinimet tona dhe të kërkonim ekipeve të mbrojtjes të kishin pak durim në mënyrë të tillë që të trajtonim kërkesat e tyre sa më mirë të jetë e mundur. Kaq kisha për të thënë, ju falenderoj. Base mund të bëni një takim të përbashkët, base takohen avokatët kryesor me zyrën administrative, me Jonasin, që të kuptoni problemin. Ta keni parasysh, duhet t'i kërkojmë për shembull HUA një ambient ICC-s, të Tribunalit Penal Ndërkombëtar. Tribunali Ndërkombëtar Penal nuk jep dot përgjigje sepse nuk e di do ketë të lirë sallën e vizitave. Kështu që është e vështirë që t'u japim përgjigje përfundimtare, sepse ata nuk e di nëse salla e tyre vizitave, pa dhona tyre vizitave do të jetë e lirë ditën e caktuar. Pra njëherë ju sugjeroj, ju lutem avokatëve kryesor të diskutoni këtë me Jonasin dhe me zyrën e tij, me stafin e tij. Unë besoj se kam të qartë problemin vet. Ne se zgjidhim dot, se menaxhoj unë objektin e paraburgimit. Ne mund të bëjmë çështje mundshme për ta zgjidhur, që dhe ju të keni mundësi të takoni klientët tuaj. Por ama ekzistojnë disa kufizime të cilat nuk janë në dorën tonë. Besoj se një takim përbashkët me Jonasin do ishte një ide shumë e mirë. Sidomos tani që kemi kohë të lirë plot, sepse ju tani nuk keni nevojë të kontaktoni në mënyrë të përditshme klientët tuaj. Edhe jam i sigurt që Jonasi do bëj pamundur për t'ju ndihmuar. Faleminderit për komentet. Ka diçka tjetër? Roberts, po ka mund diçka për të? Po, zoti Roberts. Thjesht fillimisht doja të flisja për të treguar që ju kam ndjekur këto 2 orë, po ka dhe një kërkesë që kam bërë për shtim afati për t'i përgjigjur një mocion për prova jo gojore, bëhet fjalë për materialin F3114, avokati sot e tha që kërkoi shtyrje të afatit deri më 5 maj dhe nuk u kundërshtua kjo nga prokuroria. Dhe kërkesa është dorëzuar më 17 prill. Desha të pyesja trupin gjykues nëse vlen kjo edhe për ne dhe nëse mund të autorizohet edhe për ne që të përgjigjemi brenda 5 majit. Gjykatësi. Po. Ju miratoj shtimin e zgjatjen e afatit. Edhe ky do të jetë afati juaj përfundimtar. Robert, faleminderit. Mishetic. Edhe një pikë të vogël. Megjithatë do kemi prapë në orën 2:30 apo jo? Gjykatësi po. Mishetic, a është e mundshme të takojmë pak më përpara? Para orës 2:30? Do e vlerësoni para orës 2:30. Gjykatësi, mikrofoni është i fikur. Gjykatësi, në rregull. Në orën 2 atëherë, rifillojmë në orën 2. Sepse do duhet japim disa urdhra me gojë. Edhe ja, do keni shansin më dëgjoni të lexoj prap urdhra me gojë tani, prap. Në rregull, bëjmë pushim deri në orën 2. Sekretarja të gjithë më këmbë. All rise. Të gjithë më këmbë. Mund të uleni.
before issuing Përpara se të jap urdhrat me gojë që kanë mbetur, trupi gjykues njofton palët e pjesëmarrësit që në këtë fazë nuk ka plan që të caktojë një seancë dëgjimore në kuadër të litigimeve sipas rregullës 130. I lutemi mbrojtësit të viktimave të jetë gati për të paraqitur provat e veta në muajin e korrik, sa i takon kërkesës së selimit lidhur me dokumentin F02785, trupi gjykues po punon lidhur me këtë aspekt dhe do të nxjerrë një vendim sa më shpejt që të jetë e mundshme. Trupi gjykues fton mbrojtjen të koordinojë me personat përgjegjës brenda zyrës administrative që të zgjidhin problematikat që janë me këto telefonatat me të afërmit. Kam disa urdhra me gojë tani. Fillimisht trupi gjykues urdhëron mbrojtjen të dorëzoj mocionin e përbashkët sipas rregullës 130 të hënën 2 qershor 2025 ose brenda 14 ditësh pas vendimit të fundit të trupit gjykues për pranimin e provave, cila do qoftë e fundit. CPS-ja urdhërohet të dorëzoj përgjigjen e konsoliduar përmbledhëse pra deri të martën 1 korrik 2025 ose brenda 30 ditësh nga mocioni i mbrojtjes sipas rregullës 130, cila do të jetë më e fundit. Si përcaktohet në rregullën 132, nuk do të shqyrtohen kundër përgjigje. Se takon shtimit të numrit të fjalëve, trupi gjykues është bindur se janë treguar arsye të vlefshme për shtimin e numrit të fjalëve për mocionin e përbashkët të mbrojtjes sipas rregullës 130 edhe përgjigjen përmbledhëse të ZPS-s. Në bazë të nendit 36 të direktivës për parashimet protokolluara dhe dosjet, trupi gjykues miraton shtimin e numrit të fjalëve për mocionin e përbashkët të mbrojtjes sipas rregullës 130, pra e shton me 20.000 fjalë, ndërsa përgjigjes së ZPS-s ja shton numrin e fjalëve po ashtu me 20.000 fjalë. Por ju lutem palëve që të bëjmë parashtrime që lidhe me debatet juridike sipas rregullës 130. Me këto mbyll urdhrin e 10 me gojë. Urdhri 11 me gojë, që është afati për viktimat. Urdhërojmë procesin e viktimave të dorëzojë jo më vonë se të mërkurën 28 maj 2025. 1. Një listë të dëshmitarëve të propozuar që do të thirren nëse trupi gjykues del me përfundimin se do të ketë një çështje për të gjykuar më tej. 2. Deklaratat dhe ose raportet e këtyre dëshmitarëve nëse ekzistojnë dhe përmbledhje të dëshmive të propozuar të dëshmitarëve, si dhe parashikimin kohor për pyetjet që do të nevojiten për secilin nga dëshmitarët. 3. Një listë të materialeve provuese që do të dorëzohen nëse do të ketë një çështje për të vijuar më tej, bashkë me mënyrën se si do të kërkohet pranimi i këtyre materialeve. Dhe lutem një planifikim të provave të mbrojtësit të viktimave, si dhe mocionet që do të keni sipas rregullave 153, 155, mocionet provojë gojore dhe çdo parashtrim tjetër të protokolluar në bazë të rregullores dhe urdhrit të trupit gjykues për zhvillimin e procesit gjyqësor. Njoftohen palët që të urdhërojnë trupin gjykues dhe palët e tjera dhe pjesëmarrësit jo më vonë se të hënën 9 qershor 2025. 1. Nëse kundërshtojmë pranimin e provave të propozuara nga mbrojtësi viktimave dhe nëse po cilat pjesë kundërshtojmë, dhe 2. Cilët dëshmitarë dëshirojnë të kundërpyesin nëse çështja do të vijojë më tej dhe kohën e parashikuar për kundërpyetjet për secilin nga dëshmitarët. Me kaq mbyll urdhrin e 11 me gojë. Tani do të lëshoj një urdhër me gojë lidhur me kërkesën e mbrojtjes së Thaçit për afate për dorëzimin për pranimin e materialeve që lidhen me pengimin e drejtësisë, që janë mbledhur përmes masave hetimore të posaçme të autorizuara nga gjykatësia e procedurës paraprake. Më 15 prill 2025, në dokumentin me numër F03-120, CPS-ja dorëzoi një mocion për pranimin e materialeve që lidhen me pengimin e pretenduar të këtij procesi gjyqësor. Më 17 prill 2025, në parashtrimin F03-127, mbrojtja e Thaçit kërkoi që trupi gjykues caktonte afate ku të autorizonte mbrojtjen të 1. Të dorëzonte parashtrimet të përditësuara sa u takon përjashtimit i limine të këtyre materialeve brenda 30 prillit 2025 dhe të dorëzon pika 2 pra, dhe të dorëzonte një përgjigje
ndaj mocionit të ZPS-s, nëse ishte nevojshme brenda 10 ditësh nga njoftimi i një vendimi lidhur me kërkesën për përjashtimin e materialeve. Më 18 prill 2025, në parashtrimin protokolluar F0332, ZPS u përgjigj dhe kërkoi që të rrëzohej kërkesa e mbrojtjes së Thaçit. Më 23 prill 2025, mbrojtja e Thaçit përgjigj me gojë dhe tha se kërkesa në fakt duhej miratuar. Pasi shqyrtuam kërkesën e mbrojtjes së Thaçit dhe parashtrimet e ZPS-s lidhur me këtë aspekt, trupi gjykosës është i mendimit se debati juridik lidhur me materialet që kërkon të pranohen prej ZPS-s nuk ka pse të jetë i degëzuar. Trupi gjykosës është i bindur që parashtrimet lidhur me pranueshmërinë e materialeve të dorëzuara nga ZPS-ja mund të trajtohen në mënyrë efektive në përgjigje të mocionit të ZPS-s për pranimin e këtyre materialeve. Sa i takon argumentit të mbrojtjes së Thaçit, trupi gjykues ka marrë vendim dhe ka thënë se mbrojtja ka të drejtë të ketë periudhë të caktuar për të diskutuar pranueshmërinë e materialeve relevant. Trupi gjykues vëren se në vendimin F02-501, trupi gjykues në fakt ka vendosur se mbrojtja e Thaçit mund të përdorë të njëjtat argumente që ka parashtruar në kërkesën e mëhershme për përjashtimin i limine. Nuk kemi thënë se ka të drejtë për një periudhë të veçantë për të dorëzuar parashtrime. Rregullora nuk parashikon në periudha të veçanta për litigim, për debate juridike in limine, sa i takon pranueshmërisë. Ndosë trupi gjykues vlerëson se në fund të fundit kjo është në dorë trupit gjykues për të vendosur lidhur me këtë, e rrjedhimisht ne rrëzojmë kërkesën e Thaçit. Në fakt, nëse mbrojtja dëshiron të kërkojë mjete juridike të mëtutishme in limine lidhur me këtë çështje në një parashtrim të veçantë, që nuk lidhet me mocionin e ZPS-s për pranim materialeve, atëherë le ta dorëzojnë këtë parashtrim të veçantë, po brenda afateve që ka caktuar trupi gjykues për të përgjigjur mocionit të ZPS-s. Në këtë drejtim, trupi gjykues vëren se kërkesa e mbrojtjes së Thaçit për zgjatjen e afatit dhe shtimin e numrit të fjalëve për të përgjigjur mocionit të ZPS-s dhe duke marrë parasysh afatet që janë caktuar për përgjigje në parashtrimin F0320, afati aty është e premte 25 prill 2025. Dhe për faktin se ZPS-ja ka thënë se nuk do të kundërshtonte shtimin e numrit të fjalëve apo zgjatjen e afatit për këtë përgjigje, atëherë trupi gjykues është bindur se janë shfaqur arsye të vlefshme për zgjatjen e afatit dhe shtimin e numrit të fjalëve në mënyrë që mbrojtja e zotit Thaçi të trajtojë siç duhet të gjitha aspektet që parashtrohen në mocionin e ZPS-s me numër F0320. Rrjedhimisht trupi gjykues miraton zgjatjen e afatit për të dorëzuar mocionin in limine dhe për të përgjigjur parashtrimit protokolluar F0320 deri të premten 2 maj 2025. Sa i takon kërkesës për shtimin e numrit të fjalëve, trupi gjykues është mendimit se 18.000 fjalë gjithsej për parashtrimet in limine janë të tepërta. Trupi gjykues sidoqoftë është bindur se janë se janë paraqitur arsye të vlefshme për të dorëzuar, për të shtuar numrin e fjalëve me 10.000 fjalë për parashtrimet in limine dhe për të përgjigjur mocionit të ZPS-s. Sidoqoftë, trupi gjykues arrin në dorë avokatit të vendosë se si do ta përdor parashtrimet, sepse do duhet ose të dorëzoj 2 parashtrime të veçanta ose një parashtrim përmbledhës dhe këtu mbyll urdhrin e 12 me gojë. Së fundi trupi gjykues heq të gjitha datat nga kalendari që ishin parashikuar deri më 8 maj 2025 dhe do ju njoftojmë kur do të jetë seanca e radhës. Mr. Dixon, have you? Zoti Dixon, a patët mundësi të diskutonit me kolegët për atë që folëm më herët? Dixon, fatkeqësisht jo tani, jo lidhur me këtë pikë. Po do të diskutojmë lidhur me këtë sa më shpejt të mundur, do t'ju njoftojmë. Gjykatësi, mund të përgjigjeni me shkrim nëse është më lehtë. Dixon, besoj se është mënyra më e mirë fakt. Në rregull, ka gjë tjetër për të shtuar prej palëve? Holling. Ne kemi një aspekt, mbas është pak e parakohshme që ta kërkojmë që tani. Trupi gjykuesi në çështjen 7 ka vendosur një afat sipas rregullës 119.2 për datën e synuar dhe ne në atë kohë na është dukur një datë e mirë, kështu që të deshëm të dini nëse trupi gjykues është në gjendje të japë një datë për vendim sipas rregullës 130
ose të jepet një afat për mbrojtjen për të dhënë informacion sipas rregullit 119.2. Keni ndonjë koment? Roman, s'kam koment lidhur me këtë, po dua të shtoj diçka tjetër. Trupi gjykues sot vendosi lidhur me shtimin e numrit të fjalëve për parashtrimin e protokolluar 3056. Kjo ka qenë një kërkesë e përbashkët sipas mocionit 155-153 për 3 dëshmitar. 4260, 4738, 4574. Ne si ekipet të mbrojtjes jemi përpjekur sa herë që të qenë e mundshme të punojmë së bashku, të dorëzojmë parashtrime të përbashkëta, dhe ju vetë thatë sot që ne jemi koordinuar shumë, kemi punuar si ekip në mënyrë që të jemi sa më efikas në punën tonë. Edhe në këtë rast ne kishim bërë një parashtrim të përbashkët. Një nga vështirësitë është që ne kemi ndonjëherë interesa të ndara dhe ka aspekte të ndara që duhet trajtoj secili prej 4 ekipeve të mbrojtjes. Për këtë dokument bëhet fjalë për 3 dëshmitar, 2 prej të cilëve janë shumë të rëndësishëm dhe që trajtojnë aspekte shumë të rëndësishme në këtë çështje gjyqësore dhe që lidhen shumë me akuzat që janë ngritur në këtë çështje gjyqësore. Ne jemi përpjekur shumë të 4 ekipet të përdorim sa më pak fjalë që të jetë e mundshme. Ne shumë rrallë ju kemi kërkuar ju zgjatje të numrit të fjalëve, ka qenë e domosdoshme kur e kemi bërë këtë kërkesë. Dhe kërkesa që ne bëm sot për 3000 fjalë ka qenë shtimi më minimal që më kërkonim ne, në mënyrë që të reflektonim të 4 ekipet e mbrojtjes përfaqësuesit ton. Kur dorëzojmë parashtrime të veçanta, atëherë i takon që ju do kishit marrë 4 dokumente të ndara me 6000 fjalë gjithsej. Kështu që ju lutem, në rastet kur kemi mundësinë t'i kombinojmë ne këto parashtrimet, të na keni parasysh kërkesën kur kërkojmë 24.000 fjalë, mos na e zbrisni në 10.000 fjalë. Kështu që ne do na duhet të pasqyrojmë interesat ndonjëherë të ndara të 4 pandehurve lidhur me këtë 3 dëshmitar. Pra, i lutemi trupit gjykues ta rishqyrtoj edhe një herë kërkesën tonë për shtimin e numrit të fjalëve me 3000 fjalë, sepse kjo na ndihmon ne të pasqyrojmë siç duhet parashtrimet tona. Në qoftë se ju nuk pranoni ta bëni këtë, atëherë do t'i kërkonim trupit gjykues që ne për secilin nga 3 dëshmitarë do të përgjihet një ekip i mbrojtjes. Pra do merrni 3 parashtrime të ndara, 6.000 fjalë secili, gjithsej 8.000 fjalë, që është më shumë se numri fjalëve që na miratuat. Prandaj po ju kërkojmë që ta rishqyrtoni edhe një herë vendimin tuaj. Ne kemi bërë minimumin, kemi përdorur sa më pak fjalë që të mundshme, por nuk na mjafton kaq fjalë sa na dhat. Gjykatësi mirë, në rregull. Edhe ZPS-ja nuk është kundër në fakt. Nuk besojmë se është problem që të shtohet numri i fjalëve. Kemi qenë shumë të kursyer me numrin e fjalëve, por është e vështirë me kaq fjalë sa na jep ju të pasqyrojmë 4 ekipet të mbrojtjes parashtrimet tona. Faleminderit. We'll grant you. Atëherë miratojmë kërkesën tuaj. Romo, faleminderit. Sorry. Zoti Lonz,
Ju kërkoj ndjes. Kam nevojë për një sqarim nga ana ime. Unë sot para dite, në faqen e transkriptit, faqja 30, rreshti 6, unë thash që do të kenë një numër të konsiderueshëm deklaratash, numër të konsiderueshëm deklaratash që janë duke u përgatitur. Deklarata viktimash. Që t'jemi qartë, që të kuptoj se cili urdhër me gojë mbulon këtë aspekt. Në faqen 30 unë thash që do t'i dorëzonim në parashtrimet përkatëse brenda 28 majit, do ju informonim se për çfarë bëhet fjalë, cila është baza e materialeve, por nuk mendoj se të jenë gati deri më 28 maj. Arsye kryesore për këtë është sepse duhet nënshkruar. Është një proces shumë i vështirë. Gjykatësi. Pra ju po thoni që të na jepni një përshkrim të çdo gjëje, po jo dokumentet, los, po. Pra, ju thash që kjo është një nga hapat e fundit që ne kishim menduar për planin ton të punës. Këto janë dokumente që kanë të bëjnë me dëmin që është shkaktuar dhe ka shumë syresh dhe nuk do jenë gati deri më 28 maj. Por mund sigurisht të dorëzojmë para se të fillojmë me provat tona në korrik. Gjykatësia mund të themi një korrik atëherë, data e fundit? Sa më los, po atëherë data një korrik. Gjykatësi. Me sa duket, jemi të një mendje që në 28 maj të paraqisni këto që keni, ndërsa pak nga pak të vazhdoni me të tjera derisa të përfundojnë në një korrik. Është e qartë? Në rregull? Po, në rregull. Një sqarim të thjeshtë. Urdhri juaj që miraton kërkesën e thashit për zgjatjen e kohës dhe të numrit fjalë, shtimin e numrit fjalëve, vlen vetëm për Thatchin apo edhe për të tjerët që janë në parashtrimin F031207. Ne jemi të shqetësuar më pak se sa të tjerë. Pra kjo zgjatje vlen për të gjitha ekipet e mbrojtjes, ju do të paraqisni secili veç e veç kërkesa, po jo, Mishetiç, ne na duhen të gjitha 10.000 fjalë, kështu që duhet këtë parashtrime të veçanta. Pra, gjykatësi, sa fjalë ju duhen juve? Nuk besoj se do të na duhet një shtim i numrit. Neve jemi të shqetësuar vetëm për kohën, për zgjatjen e kohës. Që është 2 maj. Gjykatësi s'ka mikrofon. 2 maj është e përshtatshme për ju? Po, në rregull. Zoti Talli, edhe ne duhet të përgjigjemi veç. Nuk kemi nevojë për shtimin e numrit fjalëve, por duam të jetë data 2 maj. E njëjta gjë vlen edhe për Dixon. Pra, gjykatësi të gjithë ju mund të paraqisni ato parashtrime që doni brenda numrit të caktuar të fjalëve deri në 2 maj, kështu. Zoti Mishetiç, në përgjigje të mbrojtjes të viktimave, dua që të mos ketë asnjë paragjykim ndaj qëndrimit ton, pra që t'i marrim deklaratat e viktimave deri në një korrik dhe pastaj çështja paraqitja e provave do të fillojë nga ata do të fillojë në 2 korrik.
Gjykatësi s'kishte mikrofon. Gjykatësi, besoj do të fillojmë në korik me këtë çështje. Mishetiç, e di, por nuk e di se çfarë përmbajnë ato deklarata dhe për qëllim po paraqiten. Po për aq sa ne do të kundërshtojmë apo potencialisht do t'i kundërshtojmë kërkesat në bazë të neneve 155, neve duam të dim se për çfarë bëhet fjalë nëse do të ketë nevojë që të thirren viktimat e tjerë gjykatësi. Asnjë nuk po ju përpiqet ju pengoj, thjesht po japim datat që duhen respektuar. Mishetiç, unë dua të konfirmoj qëndrimin tynë që të kemi mundësi të vazhdojmë me çështjen përveç dëshmitarëve ekspert që si u tha më lart do t'i kemi në maj. Shpresojmë që me ato të vazhdojmë, të jemi në rregull. Gjykatësi, më korrigjoni nëse kam gabim, po ju thatë që ishte një numër i caktuar deklaratash, zoti Los. Ato që sa po thashun tani, përmban një numër mjaft të madh, që ta qetësoj zotin Mishetiç. Nuk janë deklarata të cilat do të jepen palëve apo gjykatës në bazë të faktit që nëse kundërshtohen, viktimat do të thirren të dëshmojnë. Nuk do të jetë kjo gjë që do të bëjmë. Këto deklarata që vinë janë bërë në bazë të një procedure tjetër të rregullës 153, 154 dhe 155. Edhe këtë do ta shpjegoj në parashtrimin që do të bëj në maj. Një pyetje, gjykatësi. Vazhdoni të jeni të mendimit që do t'i thrisni të gjithë dëshmitarët dhe do të lini kohë të mjaftueshme për pyetje nga pala tjetër dhe të gjitha këto do të ndodhin brenda një jave, kështu? Përgjigje po. Një javë me mundësinë e vazhdimit në javën e dytë. Por, unë nuk besoj se do të na duhet më shumë se një javë. Pra, numri i përgjithshëm i viktimave që do të dëshmojnë drejt për drejt nuk është shumë i madh. Janë shumë pak, nëse do të ketë ndonjë, nuk mund ta jap numrin tani sepse vazhdojmë diskutimet me ta, por nëse ndonjë do dojë të dëshmojnë, do të jetë bëhet fjalë për një numër shumë të vogël. Faleminderit. Gjykatësi, jeni të kënaqur tani lidhur me shqetësimin deri në farmacë, Mishetiç, po deri në farmacë, por unë doja të thoja për proces verbal se cili është qëndrimi ynë. Gjykatësi, nuk kemi asnjë dyshim për të. Që ta bëj të qartë, njerëzit që ne mund të thresim për të dëshmuar drejt për drejt në korik qershor apo kurdo, do të përcaktoj në parashtrimin ton të datës 28 maj. Mishetiç, kjo na qetëson. Anybody else? Gjykatësi, ka njëri tjetër? Nuk keni më nevojë për sqarime. Atëherë përfundojmë këtu. Të gjithë në këmbë.